Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka dhënë një vendim bomb. Shkarkimi i gjyqtarit Ervin Metalla nga Kolegji i Posaçëm i Apelit ishte jo proporcional dhe i padrejtë. Strasburgu konstatoi shkeljen e enitet të konventës europiane, duke hapur zyrtarisht rrugën për rikthimin e tij të mundshëm në sistem. Gjykata Evropiane ka sqaruar pse u shkarkua gjyqtari Metalla. Trupi gjykues i KPA-s i përbërë nga Albana Shtylla, Rezarta Shoc, Ardian Hajdari, Ina Rama dhe Natasha Mulaj e largoi Metallën nga detyra për shkak të problemeve me pasurinë. Pikat e nxehta të hetimit ishte kredia e butë, dyshimet se kishte kryer veprime fiktive me një apartament në vitin 2011 për të përfituar kredi lehtësuese nga shteti. Nga transaksione të një shume prej 4.9 milion lekësh e kaluar në llogarinë e babait të tij, sipas KPK-s nuk ishte deklaruar. Mbrojtja e Metallës e kishte argumentuar se çdo lëvizje ishte teknike dhe jo abuzive, duke thënë, ironikisht, duket sikur i kam ndërtuar kurth vetes. Ky vendim i Strasburgut nuk është i pari që trondit themelet e vettingut në drejtësinë shqiptare. Rasti i Ervin Metallës ngjason me atë të prokurores së SPAK-ut, Antoneta Sevdari, e cila pas fitores në Strasburg arriti të rikthehej në detyrë. Vendimi i Strasburgut nuk e rikthen automatikisht në detyrë Ervin Metallën, por i hapet rruga për rishikimin e çështjes brenda institucioneve shqiptare. Ky rast teston vullnetin e drejtësisë së re për të korrigjuar vendimet që shkelin të drejtat e njerëzit, dhe debati i ri që hapet është apo kthehen vendimet e Strasburgut në një vetting mbi vettingun për drejtësinë shqiptare?